Njohje të pakufishme miqve dhe alatëve tanë. Unë 2 ditë Valencia kisha rikthimin tim më të fuqishëm politik, një nga rikthimet më të fuqishme politike në historinë e Europës pas luftës. Fjala që mbajta dhe takimet e një pasnjishme me dhjetrar dhe qindrat pranishëm ishin dëshmi se si ishte mirëpritur rikthimi i Sali Berishës. Çfarë falënderimesh mora unë nga miqë dhe partnerët për vendimin që mora dhe punën që bëra për rikthimin. Kjo është e vërteta. Gjatë atyre 2 ditëve, pat rastet të takon dhe të përshëndeten me shumë drejtues udhëheqës të forcave politike të pranishëm, ndër të cilë të përshëndeten dhe me kancelarin Merz dhe kryeministra, komisioner, drejtues partish politike. Kthehem pra me energji të shumë fishuara në këto ditë fushate në të cilat shqiptarët po shkojnë drejt një fitorie të themi plebiscitar është pak. Mbasi ka shtyre të gjitha pa përjashtim, pollet online nxjerrin për tokë partinë e Edi Ramës. Ato që si kontrollon do dhe si paguan do taj për të modifikuar. Por i lan pollet. Shikoni, 2 fushata të pakrahasueshme, njëra me njerëz të lirë, qytetar të lirë, që vinë me kënaqësi të madhe për ndjek programin, tjetra me zyrtar të detyruar, të marrë me detyrim, kokulur, që përpiqen të fshehin dhe fytyrën, se nuk e donë vetën kur t'jenë ato takime. Pra, plus disa shenja tjera shturje dhe shpartallimi që kanë edhe komisionerët po refuzojnë të marrin detyrat e i përgëzojnë. Nuk mund të rria pa dalë para jush në mënyrë të jashtëzakonshme, se të nuk është koha e konferencave, kjo zakonisht i bëjnë në drek, po me ndovas me qenë se pash që nuk kjo mbështetje e pa precedent që shqiptarët kanë marrë për votë e lirë, duhet të shkojnë në çdo votër shqiptare, në çdo zemër.